Një propozim i ri po diskutohet në Bruksel mund të ndryshojë mënyrën se si Bashkimi Evropian pranon shtetet e reja anëtare. Sipas burimeve diplomatike të cituara nga Politico, ideja e re do t'u lejonte vendeve kandidate si Shqipëria, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia të bëhen pjesë e BE-s më shpejt, por fillimisht pa të drejtë të plot vendimarrje. Sipas këtij modeli, shtetet e reja do të përfitonin shumicën e mirave që sjell anëtarësimi, përfshirë fondet zhvillimore, pjesëmarrje në tregun e përbashkët dhe qasje në programet evropiane, por do të duhet të presin që të marrin të drejtat e plota si të drejtat e vetos deri në përfundimin e reformave të brendshme të BE-s. Propozimi kërkon miratimin e unanim nga 27 shtete anëtare ekzistuese dhe shihet si një përpjekje për të shmangur bllokimet politike që kanë penguar zgjerimet në vitet e fundit. Aktualisht disa vende, mes tyre Hungaria, kanë frenuar procesin e anëtarësimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke shprehur shqetësime për konkurrencën në tregjet e brendshme dhe për ndikimin në politikat e sigurisë. Diplomatët e BE-s do të përshkruajnë këtë ide si një kompromis pragmatik që do të ruajë kredibilitetin e procesit të zgjerimit pa sakrifikuar stabilitetin institucional të Unionit. Nga ana tjetër, përfaqësues të vendeve kandidate e konsiderojnë këtë si një hap pozitiv dhe realist, në një kohë kur procesi i anëtarësimit po perceptohet gjithnjë më shumë si ngadalshëm dhe burokratik, pavarësisht përpjekjeve dhe reformave të thella politike dhe gjyqësore në rajon. Nëse do të marrë të rritën jeshile, kjo formulë do të shënojë një fazë të re politike së zgjerimit të Bashkëpunimit Evropian, duke i hapur rrugë një integrimi më të shpejtë për të kushtëzuar vendet që aspirojnë të bëhen pjesë e familjes evropiane.